12 vjet qeverisje, 17 vjet kryetar bashkie, po pse më shtove këto të kryetarit bashkisë apo për qef? Ke zero arritje në politikë të jashtme, zero investime tuaja në Shqipëri, zero rritje standardet më misioneve. S'ke asnjë argument, sepse qytetarët duhet votojnë ty. Je i zhytur në batak. Dhe po shgryesh, në veri, Kol Haxhia. Tani, kanë arsye ose kanë arsye shqiptarët për 30 ditë shqiptarët do flasin vetë, Koli. Ndërkohë që të më thuash 0000 duhet të më shpjegosh pastaj, po mirë si shpjegohet që është rritur prodhimi i përgjithshëm kombëtar nga më pak se 10 miliard euro në thuajse 25 miliard euro. Këtë duhet më shpjegosh. Nëse është 000, nëse është 000, si shpjegohet që Shqipëria vetëm gjatë kësaj periudhe ka drejtuar ose bëhen dhe është ullur në Këshillin e Sigurimit nëse është 000, megjithatë për politikën e jashtme. Nëse është 00, si shpjegohet që për herë të parë, e pa imagjinueshme, ka ardhur në Shqipëri i gjithë Bashkimi Evropian. Po jo vetëm kaq. Po do të vinë në Shqipëri në 16 maj, në 16 maj që vjen tani, i gjithë komuniteti politik evropian këtu në Shqipëri. Si shpjegohet nëse është 000? Nëse është 000, si shpjegohen 12 milion turistë? 12 milion turistë. Është vendi me rritjen më të madhe të turizmit. Rritjen më të madhe relative të turizmit. Si shpjegohen 11 milion pasagjerë në aeroportin e Tiranës nëse është 000? Në këtë vend ku turizmi ishte vetëm frym patriotike dhe lavdi Zotit vinin shqiptarët dhe shqiptarët nga Kosova dhe Maqedonia që e mbanin gjallë turizmin, se këtu të huajt që vinin për turizëm numëroheshin me gishtat e dorës dhe pastaj e vetmja gjë që bënin ishte që flisin keq kur iknin nga Shqipëria për plerat dhe për llumin që ishte këtu. Po si ka mundësi 000, si shpjegohet kjo 000? Kjo 0000 në fakt është 0,000 shanset që ka Këneta që të bindi shumicën që nuk është Kënet. Dhe prandaj vetëm hum. Që është dhe unë nuk kuptoj, unë e kuptoj që pse ata që janë në krye të punëve të Kënetës, pse bufi i Kënetës meritojnë të humbin. Unë nuk kuptoj pse meriton ti të humbësh. Pse duhet të rish ti atje? Pse duhet të rish ti atje të bësh qesharak? Edhe të jesh symbol. Pse një shqiptar i zakonshëm duhet të rri në një pozitë qesharake? Edhe të mbylli syt, edhe mos shikoj gjërat që duken. Natyrisht unë s'po them që ti që të mos jesh qesharak duhet të biesh dakord me mua. Absolutisht. Por ama nuk mund të luftosh me faktet. Faktet janë faktet. Mund të ishin gjërat shumë më mirë, dikush tjetër mund të ishte bërë shumë më bukur. Patjetër teorikisht mundet, po kush është këtu që mund t'i bëjë gjërat më mirë? Cili më trego, kush bufi Kënetës? Apo kush? Apo ato moçalishtet e reja që janë krijuar rreth rrugës Kënetës, që flasin me një gjuhë, që bëjnë të njëjtat lloje zotimesh, që kanë të njëjtat praktika, të njëjtat metoda, mlef. Kush? Nuk ka. Kështu që mos e ke mundësinë që të mos bëhesh qesharak. Po përse rri aty dhe argjon kohën me çdo lloj ignoranti që të shkruar në broshulla, ka shumë halle, ky vend dhe ju duhet të jeni në krye të vendit. Kjo është pjesë e punës time dhe harrojeni këtë gjë. Unë jam në krye të punës dhe kjo është pjesë e punës time dhe unë nuk i konsideroj ata me të cilët komunikoj ignorant që nuk meritojnë vëmendjen time. Pavarësisht se janë kundërshtar, pavarësisht se përcjellin këtu të gjithë helmin që marrin nga Këneta, unë i konsideroj shqiptar të barabartë, edhe në të drejtën që të komunikojnë, edhe në të drejtën që të debatojnë me kryeministrin. Dhe kjo është pjesë e punës time.
Unë nuk rri këtu për qef, unë rri këtu sepse e kam për detyrë të ndërtoj këtë komunikim dhe e ndërtoj këtë komunikim sepse duhet të ekuilibroj sadopak që t'jete mundur gjithë ato lum që derdhet nëpër shtëpitë e shqiptarëve nga ekranet çdo natë, apo që derdhet në syt e shqiptarëve nga ato pasqyrat e celularëve në çdo moment që hapin dhe futen nëpër portale, nëpër kanale. Edhe kjo është arsyeja pse në një përpjekje modeste unë përpiqem të ndaj fakte me njerëzit. Mos vra mendje vetëm ti e ndërtove këtë vend. Jo, këtë vend e ndërtuam dhe po ndërtojmë së bashku me shumë njerëz. Me shumë njerëz. Dhe fal aleancave që kemi ndërtuar. Kemi ndërtuar aleancat më të forta që ka pas Shqipëria ndonjëherë. Më të fortat. Kemi aleancat më të forta që ka pas Shqipëria ndonjëherë. Qoftë në perëndim, qoftë në lindje. Qoftë me botën demokratike perëndimore, qoftë me botën arabe, qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me Turqinë, qoftë me Shtetet Bashkuara, qoftë me Emiratet e Bashkuara. Kështu që të gjithë kanë ndihmuar dhe të gjithë kanë ndikuar dhe të gjithë vazhdojnë ndihmojnë dhe të ndikojnë. Nuk i ka pas Shqipëria këto aleanca evropare, i ka pas teorike në letër. Vetëm të shohësh referimin që i bëhet Shqipërisë në arenën ndërkombëtare sot. Vetëm të shohësh vizitat që bëhen sa krerë shtetesh kanë ardhur për herë të parë në historinë në Shqipëri. Ja, mbas një muaji do të vi në vizitën e parë zyrtare, e ka kërkuar të vi përpara samitit kryeministrit britanik. Asnjëherë një kryeminist britanik nuk ka ardhur në Shqipëri për vizitë zyrtare. Ka ardhur një herë Tony Blairi për të shkuar në Kukës, kur ishte kriza, por nuk ishte vizitë bilaterale. Është hera e parë që zbret një kryeminist britanik, hera e parë që zbriti një president i Francës për vizitë zyrtare bilaterale. Do të vi përsëri. Dhe ka pasur plot të tjerë që kanë ardhur për herë të parë. Pse, si? Nga që ky vend po vdes për bukë, nga që ky vend është 000, nga që ky vend është narko shtet. Po pse, po si mund t'i hani këto herë? Si mund t'i hani këto idiotësira herë? Si ka mundësi? Ore mos votoni kur, mos votoni e mos votofshi për mua dhe për Partinë Socialiste. Po si mund shkoni mbas një të rojituri që i fiket llamba 3 herë në ditë tani më se dhe mosha tepër e thyer bën veten, edhe që vetëm i ka sjell këtij vendi halle e rrëmuja e turbullira, e që si ka mundësi, unë se kuptoj. Qa kërkoni, nuk e marr vesh. Nuk e marr vesh. Doni më mirë, doni më shumë, normal fare. Rri më në shtëpi fare, rri në shtëpi, dakor, të rri në shtëpi, mos dilni fare, hiç. Po të dalësh e të shkosh të hedhësh votën në kënet. Ua. Do fitosh 77 deputet, nuk e dim atë, mund t'jenë dhe më shumë, i parasysh. Nuk e di, do ta shkruaj në kuq atje te ai lokali ku herën e kaluar kam lënë rezultatin. Do shkoj prapë. Do shkruaj rezultatin e 11 majit. Edhe kur unë them këto thonë, ja, ky i ka vjedhur, jo, i keni parë çdo natë ato celulat e Partisë Socialiste. Ne punojmë ditë natë. Ne jemi me njerëzit. Ne komunikojmë. Njerëzit, populli, nuk janë këtu. Nuk është këtu populli. Sa veta po na ndjekin live ne. Sa të tjerë na ndjekin, dakord, këtu në këtë faqe shkojnë nga një herë 200-250.000 që e ndjekin gjatë disa ditëve një postim. Edhe përgjithsisht rringe 140, 145, 150, 102, 110.000.
Pastaj ka dhe plot postime që zbresin më pak, okej. Po ne jemi thuajse 1 milion. Thuajse 1 milion. Dhe ne jemi në komunikim. Ne jemi në komunikim jo mediatik me njerëzit. Si është kjo? Prandaj ne dim edhe se që duhet presim ditën e votimit. Si që din partitë e vërteta, partitë serioze. I dim përpara shumicën e gjërave që presin nga zgjedhjet. Mundohem të shoh në një a ju ka hjek në ngrada, po, ju ka hjek, aha, ju ka hjek. Okej, para shumë tani, se ka shumë komente shumë pozitive, lavdërime, tjere, po. I kërkoj ndjes atyre që i bëjnë këto komente duke i falenderuar shumë, po nuk dua të bëj tani diskutim për fjalët e bukura se okej, më pëlqejnë për të vërtetës. Faleminderit shumë, mirënjohje. Po mundohem të nxjerr nga këneta sa të mundem, nga këta që janë zhytur edhe që edhe ndihmë nuk kërkojnë se nuk e dinë mbase fare që janë të zhytur. Kështu që ky është më shumë qëllimi fisnik që kam kur flas dhe përqendrohem tek ta. Kështu që po e mbyllim për sot. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Nesër nisim zyrtarisht 30 ditëshin e fundit të gjithë këtij rrugtimi